Ky takim me drejtuesit politik, si edhe me drejtuesit e komisioneve të përhershme parlamentare, është vazhdimi i mbledhjes së zgjeruar të grupit parlamentar dhe të kabinetit qeveritar për të nisur një diskutim së bashku rreth dimensionit të partisë në fazën e re ku ka hyrë vendi dhe ku kemi hyrë edhe ne si shumicë qeverisë. Dokumentin strategjik BESA e keni tani më në dorë, ky tjetri që është këtu e keni marrë dhe që e ndaj me ju sot fillimisht për një diskutim të brendshëm, quhet prania besnike dhe është aneksi i atij të parit. Prania besnike adreson vetëm partinë me synim që ta vendos atë në funksion të kthesës së mandatit të katërt.